Malizi, me 500.000 banorë. Ka marrë dje vendimin për të njohur vajzave dhe grave 2 ditë në muaj pushimi në momentin e ciklit, në momentin akut të ciklit, kryesisht atyre grave dhe vajzave që janë të smura. Unë kam 2 vjetë. 2 vjetë. Jo për 2 ditë, po për 1 ditë. Në varësi të smundjes dhe në çmim të mjekut. Për të njohur dhe trajtuar një gjendje shëndetësore reale, periodike dhe të individualizuar tek personi, tek vajza apo tek gruaja. Jo tek të gjitha gratë dhe vajzat, po tek ato që vuajnë nga sëmundje të qarta si endiometroza, adenomioza, miomat, polipet endometriale, sindroma vezore dhe policistike dhe sëmundje të tjera ginekologjike që shkaktojnë dhimbje të tmerrshme tek vajzat dhe tek gratë në ditën akute të ciklit të tyre. Okej. Patjetër duhet kohë, duhet menduar e thime, po kanë kaluar 2 vjet për t'u menduar. Duhet edhe më shumë? Spanja e bëri, Malizi e bëri, po ne, kemi humbur 2 vjet kohë. 2 vjet kohë ku mund ta kishin diskutuar, 2 vjet kohë ku të gjithë keni thënë shumë qartë që po është e drejtë, po nuk marrim dot vendim tani. Dhe pyetja që kam është kur do marrim vendim ne? Në shtator e keni të shkruar në kuvend. Do ta keni mbi tavolinat tuaja dhe pastaj mund ta diskutoni edhe 2 vjet të tjera, ndërkohë që secili prej nesh, secili prej jush ka vajza e gra në shtëpi që vuajnë. Kaq e thjeshtë.